Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësit akumet me Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ati përgjërohem që ta lavdëroj dhe ta begoj të gumin ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vëzhgjellë. Të ndërë vëllezër, shpesh në bisedat e njerëzve, po edhe në diskurset fetare, po edhe në rrethet ku njerëzit kanë aktivizëm shoqëror për me bë ndonjë ndryshim ose shqetësohen për me bë ndryshime kësaj. Një prej temave ndoshta më bazike, që është ndoshta tema më sfiduese e kësaj kohe, është çish me bë njeriu. Domethënë, çish me ribë njeriu në vlerat që u kanë, ose a mundet më kthy njeriu aty ku ka qenë. Kjo mundet më dok shumë absurde, por realisht kjo është domethënë sfida e njeriu të bashkuar. Ndaj për shembull, shpesh bisedat e tona janë çish me bëni krye familjar tamam të mirëfill çish do, ose çish me bëni bashkëshort çish do, ose çish me bëni vëlla dhe një antar familjes tamam me vlerat, domethënë denja që duhet mi pas domethënë një antar i mirëfillt i shoqënisë. Unë besoj që kjo është shumë temë e gjatë, edhe është e pamundshme me trajtu ndoshta në një rrethon sikur kjo. Ndoshta kishmi shkuar dhe kishmi ngushtuar demokracionin e temës, a mumi me zbulu çysh me bëni njëri veç ndershëm. Domethënë jo më shumë. Më pa më parasysh a bëhet i devotshëm, a bëhet shumë fetar i mirë, a bëhet shumë i dëshëm, a bëhet shumë i kulturuar, a bëhet shumë i dhënt. A mumi me zbulu dyqysh çysh mundet më bë njëri bile veç i ndershëm. Ose formula e ndershmërisë, a kanë e lehtë për brezat e mëparshëm u bë e rënd për sot, apo çka ka ndodhur që njeriu sot i ka humbur domethënë filli i ndershmërisë. Kuptimin që shpesh domethënë për me bëni njëri ndershëm, ose me bëni burr ndershëm, ose me bëni grua të ndershme, një djalë ndershëm, një vajzë ndershme, po krijohet si një ngjarje utopike që duhet shumë e ngushtë, shumë e lezu, shumë e nejtë me fetar, shumë me bë këtë dhe atë, edhe mos më ti më bëj ndershëm. Ndërkaq çështo si ju ka dashur tani pararësit ton, një gjyshi ton ose një stërgjyshi ton, dyqysha e ka pas më të lehtë që këtë si rezultat. Kam rritë ndershmëria shumë lehtë. Pse sot domethënë u bë shumë sfiduese. Ndaj sot inshallah kena me xhurmu me gjetë përgjigjen tek një biografi e një personaliteti që u koni ndershëm si bab, u koni ndershëm si vëlla musliman, u koni ndershëm si antar i thjeshtë i shoqënisë, u koni ndershëm si dietar, po u koni ndershëm edhe si halife. Domethënë në çfarëdo lloj situate që ti e kshir kapitujt e jetës së tij, u koni ndershëm. Ndaj besoj është figurë denj me hallakat që këtë formulën ose këto shtyllat, çysh bëhet njëri ndershëm, do me shumë më gjetën të që ky personalitet me lenin Allah subhanahu wa taala. Është fjala për Omar ibn Abdul Azizin, që vetë se kemi përmendur domethënë ligjatën e kaluar, saktësisht Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan al-Umawi. Omeri është nipi Marwan ibn al-Hakam me të cilin e kena filluar serin. Nëse ju kujtohet domethënë që ka themelu domethënë dinastinë domethënë pasardhësve të tij Banu Marwan në kuadër të ombrellës së Banu Umeyyas, që është një domethënë prej qoftë si monarki, qoftë si principat që na bën shumë krenar neve sunive, po edhe domethënë vetë ky pasardhës Omeri domethënë është krenaria e Banu Umeyyas, po edhe vetë umetit islam e në veçantë domethënë e sunive. Saktësisht që kjo figurë, ky personalitet nuk është idenjë për mu trajtuar me ligjërat. Domethënë ky meriton vag ligjëratash, meriton çdo aspekt të jetës së tij me marrë me studiu ngadalë. Mirë po, të paktën po përpiqemi sonte me dhënë këtë përgjigje. Çish u kon Omeri çka që ndershëm? Është e qartë. Domethënë ka gjetën ose cila ka formula e tij, i referohemi inshallah biografisë tij për shumë të gjetë. E si ta dëgjojmë, çata me mjellte na, çata me mjellte bashkëshortet e tona, çata me mjellte fëmijët e tonë, mos me kompliku këtë punën e ndershmërisë, po me konsideru domethënë që nuk ka nevojë më u zbulu për s'dyti domethënë diçka e zbuluar. Ka lindën vitin 63 Hijri sipas disa dietarëve, disa të tjerë thonë ka lind vitin 61, saktësisht vitin që është vrarë Husaini radhiyallahu anhu, dhe ka qenë prej imamave dhe shembulltyrave të dijes, të ibadetit edhe të virtyteve. Thot Imam Dhahabiu kur flet për të, thot kana min a'immati al-ijtihad. Ka qenë prej imamave të ijtihadit, që ka pas drejt edhe ka qenë kompetent me armë ijtihadet e tij domethënë në fikun fejës Allah subhanahu wa taala, wa min al-khulafa'i ar-rashidin. Sikur se ka qenë edhe prej halifëve rashidin, domethënë të drejtë. Që ky term zakonisht e keni një për 4 halifët të drejtë, mes tjerash Imam Dhahabiu dhe të tjerë sikur që kemi përmend, e përmendin këtë term edhe për Omar ibn Abdul Azizin rahimahullah. Për dijen e tij, Mejmun ibn Mehrani që e trajtuam domethënë ligjatën e kaluar, edhe mujahidët të tjerë kanë thonë kanat al-ulama'u ma Omar ibn Abdul Aziz talamidha. Ulemat e vaktit vet, kur kanë nejt me Omar ibn Abdul Azizin, janë konë nxënësa.
Domthon ka menuar që ajo është nevojtar për dijen e tyre, por realisht është kthy roli, domthon këta në nxënës të Omer ibn Abdulazizit, një pushtetarit i cili domthon ka pasur edhe ilm, edhe ibadet, edhe takvallok, po edhe domthonën forcë për me sundu edhe për me udhëheq, sigurisht se Muhammed ibn Sirini kur e ka pyet dikush për këtë meselë, e që e ka pas mendimin që nuk lejohet, që po shka e ka pyet, ka thonë naha anhu imamu huda. Thot e ka ndaluar që këtë meselë ose që këtë formë imami i hidajetit, imami i udhëzimit, edhe thot e ka për qëllim domthon Omer ibn Abdulazizin. Për devotshmërinë e tij, çaq domthon ka fjalë saqë besoj ndoshta e kisha konsumuar si temë me unal këtu. Mirë po ndoshta mjafton e fjala e njëri prej selefit që ka thonë innehu yub'athu ummatun wahda. Me gjas ka mori ngjall ummet në veti. Domethënë se unë unik në gjeneratën e tij nuk ringjallet kushtimisht me brezin e tij. Po domthon diçka si veti edhe si veçanti edhe si vlerë që e ka dalluar domthon pikë të tjerëve, mori ngjall domthon në veti prej krejt njerëzve. Enesi radhiyallahu anhu ka thonë nuk jam fal mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë Enesi. Mas jam fal mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndodhur mu fal me dikë që e ka pas namazin më të ngjajshëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa Omer ibn Abdulaziz. Dhe keni vëmendjen çdo. Enesi është prej sahabëve të vegjël, kuptimin që ka dhënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i ri. Ndërkaq Omeri ka lindën 61-63. Do thonë kur e kena në konsiderat që vitin 90, 91, 92 ka vdekë Enesi, i bie që kur e ka impresionuar Enesin, domethënë Omeri ky tabel Enesi, domethënë ka qenë shumë plak, ndërkaq Omeri ka qenë në të 20-ta. Domethënë një djalë që mundet të më kanë në të 20-tat, mundet më kanë çaq i devotshëm sa që një sahabiu domethënë mjalon për shtypjen, a Enesi mas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fal mas qindra sahabëve, mas qindra tabenëve, më po domethënë një djalë i ri domethënë ja le që këtë për shtypje. Malik ibn Dinari u kanë figura më emblematike e zuhdit, njëri që s'u kanë dhënë pas dunjos. Ka thonë njerëz po thonë për mua, Malik ibn Dinari, thotë njerëz po thonë për mua që unë jam zahid. Nuk jam shumë i dhënë pas dunjos. Thot Zahid është Omeri që u bë halife, i ka ardhur dunjaja dhe ka ikë dorë pisaj. Do të thonë shpesh na zuhdin e menojmë që e kena veti, po e kena veti pa ardhur dunjaja. Ta shohim e kena kur të na vijë dunjaja. Ta shohim e kena kur të na hapet edhe të na vinë mundësit. Që atëherë ti dush me vërtetuar ai Zahid apo nuk je Zahid. Se kur ski edhe bash Zahid, ajo në formë është mu pajtu me realitetin në të cilën do të thonë gjindesh. Më i dallumi umetit, po që kur nuk ka kaluar në vetpëlqim. Kur nuk e ka pa vetën me nota lavdruese, sikurse e përmend Imam Maliku në Muwatta që është transmetuar për domethënë Omerin kur ka dalë pi Medinës, mos e ka krye postin që ka pas, një post më të vogël se sa halifja, më herët e ka pas Medinë, thot iltafata ilayha fabaka. Thot dul pi Medinës edhe ja nisi me kajt, edhe tha ja muzahim, atakhsha an nakuna mimma nafat al-Madina. I ka thonë aty dostit vet që u kanë me ta null, i ka thonë çka tha mërmeja, muj më kanë pi aty khubthit që Medinë të çit pi vetës, sikur se ka vënë për domethënë transmetime. Domethënë ky njeri i mirë, ky njeri i devotshëm, tutët që ndoshta janë piç atij, domethënë çasoj papastërtisë që Medinja domethënë e nxjerr. Sikurse dikush ka ardhur dhe i ka thonë kësaj Omer ibn Abdulazizit, o prisi besimtarë, mos ju bë halife, ka thonë, pse s'po vën me jetu në Medinë, që nëse Allah ta ka bë kader me vdek në Medinë, thot varrosësh i katërti në afërsitë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bashkë me Rasulullahin, Abu Bekrin dhe Omerin. E pastaj ka thonë ky njeri modest edhe i devotshëm, wallahi li an yu'adhibani Allahu bi ghayri an-nar ahabbu ilay min an ya'lama min qalbi anni urani lidhalika ahla. Thot wallahi ma dashur për mua është me mdënu Allahu, më po jo me zjarr, me mdënu ndryshe. Thot ma dashur për mua është me mdënu Allahu se sa me pa Allahu në zemrën time që unë shoh vetën se jam meritor mu varrosa për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do më dhon vetës drejt që jam halife edhe i devotshëm, e më thonë vendin e kam çtu afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit edhe domethënë Omerit. Një herë tu konën halife Sulejmani, e që pas Sulejmanit pastaj ka ardhur Omer ibn Abdulaziz, e ka shoqënuar halifën në haxh, edhe udhës ka pas shumë shik, ka pas shumë bubullima dhe vetëtima. Edhe pastaj i ka thonë Omerit, a ki dëgju në herë që si zhurmet, që si zonit frikshëm e kështu me radhë, thot ja mirë muminin, hadha sautu rahmetillah, fe kejfe law sami'ta sauta adhabillah. Ka thonë o prisë besimtarë, që kjo zoni i rahmetit Allahut, po çish mund të më kon zoni i dënimit Allahut subhanahu wa taala. Se shiu mas pronti është rahmet. Ama çiki shi tu kon rahmet, nxjerr si zoni domethënë të frikshëm. Për fjalëve të tij që i kom përzgjedh, ndoshta do një herë tjetër më shpjegoj më ka dal, ka thonë Omer ibn Abdulaziz, el-aunu min Allahi ala qadri niyya. Thot Allahu të ndihmon çast sa kin niyet. Allahu të ndihmon çast sa kin niyet. Thot fa idha tammat niyyatu al-abdi tamma aunu Allahi lah. Thot
kur robit i kompletohet njeti, i kompletohet përkrahja e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj shpesh neve na mungon përkrahja e Allahut në kuptimin e fesë. Shpesh na mungon përkrahja e Allahut subhanahu wa taala me gjithë të vërtetën. Shpesh na mungon përkrahja e Allahut më përcaktuar sakt në çështjet e akides, menhexhit e kështu me radhë. Shpesh ndoshta edhe në ibadetet më të lehta diku na i bën edhe të vështira. Këtë kjo ka të bëjë me njetin. Domethënë nëse dosh më bëj sinqert, ktheu te çështja e njetit edhe ky më pa që dikon njeti nuk është në nivelin e duhur, ndaj Allahu subhanahu wa taala nuk ta ka dhënë domethënë ndihmën sa domethënë e tij synon. Thot dikun tjetër Omer ibn Abdul Azizi, thot men kathurat khusumatuhu lam yazal yantaqil min dinin ila din. Thot kush e ka fejen shumë të përlame, kush e ka fejen shumë debat, kush e ka fejen shumë më mërmenja, apo thot nuk ndalet se transferuari nga një fe në një fe tjetër. Domethënë nuk i ndalet këtij domethënë ndryshimi dhe konvertimi fetar. Nuk është për qëllim që del keq pi fejas, po domethënë ky çdo 2-3 vete ka një ripërcaktim fetar. Sot me një menhexh, nesër me do xhallar të tjerë, mas nesër me do përcaktime të tjera, shkaku që feja nuk e ka ndërtuar me mbi dije, po e ka ndërtuar mbi debate. Edhe debatet për natyrën së vet e kanë kësaj që ty me ta prish rahatin, edhe mos me të lënë domethënë stabil me një përcaktim të saktë. Po të ka shpëtuar një besimtar, cilin Allahu e ka ruajt prej polemikave, prej nervozës edhe prej lakmisë. Edhe vini rendur vëllezër, çdo tria që i ka përmend. Unë shumicën e rasteve që i kam studiu, e që nuk pretendoj që e kam studiu mirë këtë temë në plotësi. Shumica e vëllezërve që nuk kanë stabilitet menhexhor, njëra prej trijave. Ja domethënë janë ndërtuar që fejen e kanë me polemika, ja i karakterin e kanë karakter të vrrullshëm, edhe karakter të domethënë që anon ka ekstremizmi, anon ka e keqja, anon ka përcaktimet e vrashta, ja ka domethënë çështje lakmish. Domethënë, mas pronti kur biziset debati, ai thot, po, ama çish me fitu, po, ama çish me majt familjen. Çi bën mas pronti është punë lakmie, përcaktimi fetar nuk ka ardhur si rrëdhem i studimit, po ka si rrëdhem i, domethënë, i lakmisë. Dikun tjetër ka thonë Omer ibn Abdul Azizi, ahmaqun nas rajulun ba'a akhiratahu bidunya ghayrihi. Thot njeriu ma mendjelet, ma ahmaq, thot është ai i cili e shet ahiretin e vet për dynjan e çetërkujt. Ka njerëz që e shesin ahiretin për dynjan e vet. Amo ka edhe ata atill që e shet ahiretin e vet për ja ndresh dynjan çetërkujt. Sikurse njerëzit që janë vegla të dikujt tjetër, sikurse njerëzit që janë rreshtuar për krah dikujt tjetër, gabimisht, e të tjerë që ndoshta mas pronti ky kur gjos fiton pikë kësaj dynjaje, thjesht vetë që u pa ahiretin e vet, ndërkohë dikush tjetër domthonë e ndreq dynjan e vet, sikurse diku tjetër ka thonë khaslatani la ta'dimuka min al-ahmaq, thot dy cilësi nuk ka gjas me taku njëri me ndjelet vetë se kemi pa. Dy cilësi, thot çdo mendjeleti ka, çdo njeri që ka humq, që ka mendjeletsi, thot i ka çdo dy cilësi. Thot e para thot është kathratul iltifat. Shumë thot sillet. Domthon shumë i ka syn djath majt kush ka tha, kush ka boni, apo nuk e ka domthon shikimin përpara për qëllimet e veta, jetën e vet kështu më. Iltifat arabisht i thuhet kthimi djathtas atë majtës. Domthon ky që ka djath majt, sikur që është ndaluar kur jena tu fal, apo iltifati është ndaluar kur je, domthon është me krah kur je tu falen. Domthon me këshyr ndjat ose në të majt. Se ti ju drejtu Allah subhanahu wa taala, nuk të him punë ti kush hini në xhami, kush dol, kush është në anën e djathtë, kush është anën e majt. Thot që tash ka këshyr ndjath majt, kjo është cilësia e njerëzve me ndjelet. Njeri domthon i arsyeshëm, njeri i pjekur, nuk i intereson djathtë edhe majt. Kjo është cilësia e parë. Cilësia e dytë thot është suratul jawab, japin si shpejt përgjigje. Domthon ata për çdo punë kanë përgjigjen gati. Për çdo temë kanë shef mu përgjigj të partë. Domthon kjo është cilësi thotë njerëzve domethënë me ndjelet. Vdekja e tij ka vdekur në vitin 101 Hijri, pa i mbush 40 vjet. Pa i mbush 40 vjet. Domethënë pa i mbush 40 vjet e ka kompletuar një ngjarje madhështore, e cila është aq madhështore saqë e ka bën domethënë mu përmend Aliut radhiyallahu anhu. Domethënë Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Omer ibn Abdul Aziz. Domethënë ndoshta besoj për shumicën prej njerëzve që e ngojnë ndoshta këtë ligjrat, është ndoshta përshtypje e habitshme ose është informatë e habitshme që ky ka vdek pa i mbush 40 vjet. Ka vdek pa i mbush 40 vjet, ndërkësh nena tu luftuam me mishtin njerëzit në ngjarjen moshën 40 vjeçare. Veç me me anis ngjarjen, me qit ngjarjen në tmar, apo është sfidë. Këta e kanë kryer në 40 vjet. E kanë kryer, domethënë në një moshë shumë të re, dhe kjo ka ndodhur vëllezër 2 vjet e 5 muaj pasi që është bërë halife. Domethënë vdekja e tij domethënë ka ndodhur masi është bërë halife, e që ka gjaz domethënë gajlet e mëdha edhe mërzia e madhe që i ka shkaktuar domethënë në posti, e ja ka rënduar shëndetin edhe pas 2 vjetëve gjys, domethënë 2 vjet e 5 muaj domethënë ka ndrru jetë. Imam Dhahabiu e përmend atë qëndrimin e shumë dietarëve që realisht e kanë helmuar të afërmit e vet.
sepse ky ka qenë pjesë e një familjes monarke edhe një principatës me shumë trashëgimi, edhe ata mas shumë t'i kanë hek pikë tij kur u bë halife. Edhe ka një moment që domethënë e kanë helmuar në ushqim, edhe pastaj domethënë kanë ndrujet, dhe kjo që piti kanë hek familja vet, dhe fisi vet, domethënë kjo është e vërtetuar, saqë edhe fëmijët vet domethënë nuk kanë trashëguar pasuni për Omer ibn Abdulazizit, sikur që kemi me pa tutje inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala. Ai ka vetë dikush Fatimën, gruën e vet, bijën e Abdul Malikit. Abdul Malik ibn Marwan është migja i domethënë i Omerit. I ka thonë çysh ka ndrujet, shukon momenti i fundit, thot e kum pa, thot që u kon shumë i rënum momentet e vdekjes, thot e pa që pa dëshirë mu vetmu. Edhe i thash po dal, rriti pak domethënë qetësau. Thot kur dola, thot e nisha, thot të eknu ajetin kuranor ku thot Allah subhana tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ahiretin thot Allah subhana, ahireti është një shtëpi, është një vend që ne e kena bë, domethënë xhenetin e kena bë për njerëzit që nuk dojnë mu bë të mëdhajnë këtë tokë, edhe nuk dojnë mu bë njerëz të fesadit. As nuk shyrin mu fry, as nuk shyrin domethënë mi bë diku zullum, edhe funi është për njerëz të devotshëm, thotë e komunit disa herë të recitu dense ju nal thot recitimi, thot pastaj hina me vërtetu, thot kuptova që domethënë ky është ndrujet. Nuk i ka lënë pasuri fëmijëve, ndërkaq krejt halifët në çat periudhë domethënë i kanë lënë fëmijët e tyre si njerëzit më të pasur komplet umetit. Njerëzit ose oligarkët ose njerëzit më të pasur që i ka pasur umeti kanë qenë bijt e sundimtarëve. Sepse ashtu ka qenë i fareni që kanë marrë pi thesarit shtetit sa kanë pas qef. Kur e kanë pyet dikush, pse nuk po i le fëmijëve tu pasuni, pse nuk po insiston, sikur krejt domethënë të tjerë që janë kon pravërsisht në kohën tonë me ilon pasuni sikur ata, thot nëse janë fëmijët e mi të devotshëm, Allahu është kujdestari i njerëzve të devotshëm. Keshun e gjallë, i lash pasuni, si lash, i kom dhon zor, si kom dhon kom lën trashëgimi, nuk kom lën, nëse janë njerëz devotshëm, Allahu është kujdestar i njerëzve të devotshëm. Thot, a nëse janë njerëz shturur, nuk du thot me pasuninë time ata me vazhdu mëkate. Thjesht, nëse janë njerëz të mirë, Allahu nuk i lë keq njerëz të mirë. Kjo ka bindja e një njeri që për një ka këtë far akide. Përmendet një transmetim ndërvëllezër prej Muqatil ibn Sulejmanit, që ka hije në mexhlis të Mensurit. Mensuri është prej halifëve të Abasitëve. Abasitët janë halifati që ka urzuar shtetin e Banu Umeyyes. Edhe kanë pas një urrëtie domethënë të jashtëzakonshme kundër Banu Umeyyes. Edhe vënë i thot Muqatilit, i thot Mensuri, halifi, thot, "Apo më jap në këshill. Jep më një këshill si halife." Edhe i thot ky dietar, thot, "Apo do të thonë një këshill diçka shakomni, a diçka shakom pa?" Thot, "Jo, jep më një këshill diçka shka ki pa." E thot, "Çe un po ta vazhdoj një mohabet çka kom pa." Thot Omer ibn Abdulaziz, thot i ka lënën 11 djem kur ka ndru jetë. Kur ka ndru jetë, i ka lënë trashëgimtar 11 djem. Thot, kurse pasuni i ka lënë vetëm 18 dinar. Që kjo trashëgimi u kon trashëgimia e njerëzve më të varfër në atë kohë. Kjo ka mujt mu paramenu veç të njerëz të varfër. Thot i ka lënë 18 dinar. Thot pi aty në 18 dinarve, thot 5 dinar ka kushtu qefini. 4 dinar ka kushtu, thot, vorri, edhe dinarët e tjerë, domethënë, thot ju kanë met djemve të tij. Ndërkaq, thot Hisham ibn Abdul Malik, djali i migjës Omerit, edhe ky u kon halife. Hisham ibn Abdul Malik. Thot kur ka ndru jetë, thot i ka lënë 11 djem, njëjtë si Omeri. I ka lënë njëjtë sikur se Omeri 11 djem. Thot secili djalë ti i ka ra hise pi trashëgimis 1 milion dinar. Secili djalë i ka ra hise 1 milion dinar. Thot o Emirul Mu'minin, thot një ditë e kum pa një nip të Omerit 100 kuaj i dha fisabilillah. Edhe një ditë e pash një djalë të Hishamit lyp kem pazar. Është e qartë? Një ditë një djalit, një nip të Omerit e pash të i dhonë qatë shumë Allah ja kish gjanu dynjan, një nip i Omer ibn Abdulazizit tha i dha 100 kuaj, tha fisabilillah, e tha një djalë të Hishamit që e ka pas baban e vetë, se cili ka një hisë 1 milion, thot e pash të lyp domethënë në pazar. Fragmentin do vëllezër ka të bëjë me khilafetin e tij, po ka të bëjë me shtëpinë tonë, ka të bëjë me kulturën tonë, ka të bëjë me moralin tonë, ka të bëjë me krejtat çto përcaktimet e tona shumë themelore. Kur bëhen do vëllezër halife, qash domethënë e merr edhe e kthen umetin në vi, saqë nisin me besu një pjesë e umetit që kjo është muxheddit. Shka qenë Allah azza wa jalla një njeri 100 vjet për me ripërti fe. I pari që e ka pas këtë mendim është Imam Zuhri, pastaj e ka përforcuar si mendim Imam Ahmedi. Sepse bëhet fjalë edhe domethënë pravarësisht koha shumë e përshtatshme, se vitin 99 ka vdekën domethënë Sulejmani.
që u kon halife. Edhe pastaj kur e merr ky tamam e merr kur kompletohet shekulli. E ka në hadith që në kryt shekulli domethënë dërgohet domethënë riportrisi i fesë. Ka pas të tjerë dietarëve, por nuk po du me i përmend citimet për arsye të kohës, që kanë besuar që është Imam Mehdiu. Çaq shumë e ka kthy umetin në vi, sa që kanë besuar që është Imam Mehdiu, mirë po normal, domethënë kjo nuk shndron. Thot Mejmuni ibn Mihran. Thot inna Allah kana yata'ahadu an-nas bi nabiyyin ba'da nabiy. Allahu kujdes për njerëzit, sa herë që u kry misionin i profetit, e ka dërguar një profet tjetër. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është vule profecisë dhe nuk ka mundësi më marrni pejgamber mas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Wa inna Allah ta'ahada an-nas bi Umar ibn Abdul Aziz. Mirë po Allahu kujdes për këtë umet, ja ka dërguar mas 100 vjetëve, domethënë Umar ibn Abdul Azizin me kthy umetin në ndër vi që shukonën. Sa ka pasën sundimin e xhilafetin me gajle, thot njëri prej shokëve, thot dakhaltu ala Umar ibn Abdul Aziz fa kana yantafidu abada ka'anna alayhi huzn al-khalq. Thot sa herë që kom gjet vet Umar ibn Abdul Azizin, thot mu ka dok sikur se mërzia këtë dynjos të ky njeri. Sikur se mërzia këtë dynjos është domethënë te ky njeri. Sikur se prej gjanave të para që e ka bë, çat ditë që është bë halife. Në ditët e para u ka konfisku pasurinë familjarëve të vet. Edhe e ka shti në regjistrin e pasurive të marra me zullum. Dhe për arsye krejt domethënë familja mbretërore u zhbë kundër tij, domethënë të paktën nuk e kanë përkrah moralisht. Mas promte domthon dikush edhe e ka helmuar. Drejtësi domthon atë që jashtëzakonshme saqë përmendën disa gjëra për biografinë e tij saqë nuk mundesh me interpretuar ndryshe vetë si keramete. Nuk ka po ndryshe, vetë se domthon si keramete. Por xhilafetin e tij kanë thonë dietarët, në periudhën e tij derisa s'ka ndruar jetë. Thotë vike dikush a bike pasuni të madhe, mi pru thesarit shtetit, mi pru muslimanëve. Edhe thuj ke merrni edhe lënë ku doni këtë pasuni për të mirat e muslimanëve. Thot fama yabrahu yarju bimalihi kullihi qad aghna umra an-nas. Thot edhe prit shmiku mujt mi çu çtu parë, edhe thirrsh më has merre se Omeri ka kryer këtë farpune. Domthon çka që ka pruën shina, domthon umetin s'ka pas nevojë domthon për parat e domthonën e njerëzve. Sigurisht se Imam Shafiu thot el khulafa'u khamsa. Khalifat janë 5. Me një vet ka thon khalifat e drejt, ar-rashidun. Thonë është Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu dhe Omar ibn Abdul Aziz. Çka ka bëj këtë njeri që ka është mirë? Çka ka bëj domthon çka është kujdesshëm? Ose ku kem fillim temën, çka e ka bëu, çka është ndershëm, se puna e tij është me ndershmëri. Domethënë sundimi, pushteti, rolet drejtuese ose pozicionet me ndikim shoqëror janë pozicione ku përveç aftësive dhe zotësisë shumë themelore është ndershmëria. Si ti je i ndershëm, mund të pishu diçka të para. Nuk je i ndershëm, domethënë nuk shkon kurrë të para. Çka e ka bëu Omerin, domethënë shumë të ndershëm. Unë besoj që e kanë bëu dy vlera. Janë dy vlera që edhe më kon halife, edhe më kon më pak të bëjnë njëri ndershëm. Janë dy vlera që e bën gjithsesi një musliman njëri ndershëm, gjithsesi një kryefamiljar, gjithsesi një tregtar, gjithsesi një mësimdhënës, gjithsesi një hoxh, gjithsesi njëri i cili ka një detyrë shoqërore, apo edhe nuk e ka asnjë ndikim domethënë në shoqëni. Madje unë besoj se këto dy vlera e bën njëri ndershëm edhe nëse nuk është musliman. Edhe nëse i takon një fe tjetër. Domethënë nëse një krishter kuiçi ose mushrik, po nëse i ka këto dy cilësi, me lejen e Allahut subhanahu wa taala ka shumë gjasa që njëri ndershëm. Se ndershmëria nuk është domethënë ekskluzivitet veç i muslimanit. Më koni ndershëm në pasuni, i ndershëm në raport me tjetrin, i ndershëm në raport me gjinin e kundërt e kështu me radhë. Kjo veti që mund të më pas edhe pabesimtarët. Po çka e bën edhe një pabesimtar ndershëm? Çka e bën një pabesimtar ndershëm mund të më bëjë një musliman, mund të më bëjë një krishter edhe një tjetër. Domethënë, për gjithçka vlen. Prej te roli i babës deri te roli i punëtorit apo i punëdhënësit, dy sene më bëmi pas, me lejen e Allahut subhanahu wa taala je shumë i ndershëm. Cilat janë ato? Është edukata familjare edhe përkujtimi i vdekjes. Edukata familjare edhe përkujtimi i vdekjes. Saktësisht. Mund të thonë dikush, a nuk është dija e mjaftueshme? Për shembull, a nuk është e mjaftueshme për një vëlla musliman që di, ngon, ka mësuar Kur'an, shkon na për derse, për shembull, nuk është e mjaftueshme për një ndershëm? Sa njerëz dishëm janë pa ndershëm. Është e qartë. Që i vjet domthon sunë shtim formulti dijen për me konsideruar si themel edhe shtyll për domethënë ndershmëri. Kësaj përveç dijes janë edhe shumë sene tjera që ndoshta na çaty e mendomi, por realisht ndershmëria e njeriut është edukata familjare, edhe domethënë te çështja e përkujtimit të vdekjes. Ndaj po i zbërthaj pastaj punonat e secili. Kur folmi për përkujtimin e vdekjes, e kena për qëllim me bë mend që kimë vdek, me bë mend që kimë murin gjallë, me bë mend që kimë dal para Allahut, me bë mend që kimë dhënë llogari, me bë mend që kimë pa veprat e tua, kimë pa mizonin. Që kjo nuk lë mu boj pa ndershëm. Është e qartë, nëse ti për shembull gjendesh para një situate
ku ti ki mundësi me bë pandershmëri, edhe e menon që ka dek, ka dale para Allahut, ka varr, ka ringjallje, ka ballafaqim me melekun e vdekjes. Kjo nuk mundet ka përsi çka shlet. Po flas për kujtimin e vdekjes jo si moment, po për kujtimin e vdekjes si kulturë. Për kujtimin e vdekjes domethënë si formim edhe si domethënë mendësi. E dyta është domethënë edukata familjare. Domethënë, mi pas njëri vlerat e familjes shëndosh. Edhe nëse ndoshta e familje jo detyrimisht është formuar me vlerat e Islamit, me vlerat unike të Islamit. Domethënë, i na të for për ato vlerat e përgjithshme që konsensualisht këtë bota besojnë që ato janë vlera. Domethënë, vlerat edhe shtyllat e një familje së shëndosh, një përcaktimi të shëndosh të një familje që prindët tonë, gjyshit e tonë, stëngjyshit tonë e kanë pas, po më parasysh sa kanë pas dije. Po më parasysh sa kanë pas formimin fetar, dihet çka i bëhet domethënë edukat familjare. Dihet çka i bëhet domethënë edukat e shtëpisë edhe domethënë e familjes. Kështu që çdo dyja ne i shohim te Omer ibn Abdulaziz. Se dishëm si Omeri ka pas plot. Po edhe ndoshta më të mëshëm se Omeri ka pas plot. Atëherë çka ka bëu këtë më kon çka që dallum, çon familjen e vet, çoft të tjerë. Por asu ju më unal te biografia e protagonistit me pas secilin kada. Te puna e vdekjes. Transmetohet anna Umar ibn Abdul Aziz baka wa huwa ghulam saghir. Thot tu koni vogël një herë, Omeri ka nis me kajt. Fa arsalat ilayhi ummuhu wa qalet ma yubkik. Edhe kishu nana di kanë shko vetë Omeri shautu kajt. Thot dhakartu al-maut, thot e kujtova vdekjen. Dhakartu al-maut, umran men deka, ç'ki fëmi po thot. Thot wa kana yawma idhin qad jama'a al-Qur'an fa bakat ummu hina balagha dhalik. Thot në qatë kohë thot veç e pat mësu Kur'anin, thot Omeri, e thot kur i erdhi llafi nanës vet, se gjali vet u kujtua dekën, thot nisi edhe nana me kajt. Domethënë për kujtimin e vdekjes u kon vlerë që e ka bën njëri. E ka bën njëri ndershëm. Thot ata, thot kana Umar ibn Abdul Aziz yajma'u kull laylatin al-fuqaha, fa yatadhakkaruna al-maut wal-qiyama wal-akhirah wa yabkun. Thot çdo natë Emirul Mu'minin, prisi besimtarëve, kryetari i shtetit, perandori, mbreti, çish dush thuj. Thot çdo natë ka pas rregull, i ka mbledh fuqahat natën edhe i ka thonë kena me përkujtua dhe me bë muhabet vdekjen, kiametin, ahiretin. Deri sa thot kena kajt krejt, tani thot u realizu qëllimi për çka i ka mbledh. Edhe i ka thonë tash jeni të lirë. Thot Imam Auza'i, kataba ilayna Umar ibn Abdul Aziz risala. Umar ibn Abdul Aziz na shujti një herë thot një shkres, një letër. Thot nuk e ka majt mend që këtë shkres përveç meje edhe me khulit. Ka thonë aty, amma ba'd, fa innahu man akthara dhikra al-maut radiya min ad-dunya bil yasir. Thon burra, kush e kujton shumë dekën, kënaqet edhe me pak këtë dynjë. Kush e kujton shumë dekën, dimu kënaqet edhe me pak këtë dynjë. Thot, wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yanfa' was-salam. Edhe kush i llogarit fjalët, pjesë e veprave, nuk ka me fol vetë se shka një punë, selam aleikum. Domethënë, i ka dërgu shkresa dietarëve në çfarë tema? Kulumtoni pak më shumë, gjurmoni pak më shumë, lexoni pak më shumë, debatoni pak më shumë. Jo, veç kujtoni dekën, se si ta kujtoni dekën ju bëni burra të mirë. Veç kujtoni dekën, se si ta kujtoni dekën ju bëni burra ndershëm. Është transmetuar që Omeri ka thonë një herë burrit: "Innaka in istash'arta dhikra al-maut fi layliki wa naharik baghadha ilayka kull fan wa habbaba ilayka kull baq was-salam." I ka shujt çdo njerë një shokit vet një letër, i ka thonë dije se mëna ditës edhe mëna natës, nëse e bën rregull me kujtu dekën, që kjo ka më kon arsye që shkasht e shueshme, shkasht e harxhueshme, shkasht e kësaj dynjoje ka më të bëjë urryer. Edhe ki mu dashuru me atë shkasht e përjetshme. Me shpërblimin e ahiretit dhe me jetën e amshimit. Sa'id ibn Abi Aruba thot kana Umar ibn Abdul Aziz idha dhakara al-maut ittarabat awsal. Kur Umar ibn Abdul Azizit i është përmendur vdekja, thot e kena vrejt që e ka një lloj dridhje. E kena vrejt që e ka domethënë një lloj dridhje. Dikush vjen edhe i thot: "Ja Emirul Mu'minin, pse nuk po e krijon një mos sigurie pak më të madhe?" Domethënë, me pas kujdes kush ta përgatit ushqimin, kush trun, rojet e kësaj që po të bën dikush në kurth, në komplot e kësaj. Kur e nin këtë llaf thot: "Allahumma in kunta ta'lamu anni akhafu yawman duna yawm al-qiyamah fala tu'min khawfi." Thot o Zot, mos e nin këtë llaf. Thot nëse ti e di tek unë që unë e kam një frikë përveç frikës ahiretit, thot mos u mban murahatun këtë dynjë. Nëse u bën ai frikë e madhe në këtë dynjë, që frikë që aty koment, mos u mban murahatu. Domethënë se frikën e vetme që e kam domethënë është frika e ahiretit, e këto tjera komplote, armiqe kësaj janë domethënë shumë frika, domethënë të vogla. Çka ka ndodhur piçësi kësaj vetie? Çfarë Omeri, çfarë njeri ka nxjerr të ndershëm domethënë që kjo veti?
Thot Hamad ibn Abi Sulejman, thot kur është bë halife Omar ibn Abdulazizi, thot ka kajt. Edhe ka ardhur një njeri dhe i ka thonë kësaj, në një momenti. I ka thonë kejfe hubbuke li dunja wa dirham. E ka po që u kajt edhe u të mor me frikë dhe me stres postin e halifës. Dhe një njeri thot, vesh një pyetje e kom. Thot çka? Thot çe ki dashnien për dynjan edhe për parat. Çe ki dashnien për dynjan edhe për parat. Thot la uhibbu, nuk i du. Thot la takhaf fa inna Allah sayu'inuk. Kur mos u tut se Allah i ka me të ndihmu. Kur mos u tut se në moment që e ki pastru zemrën, mos më lidh me dynjan, mos më lidh me parën, ty Allah ka me të ndihmu me dal faqe bardh. A di sheve vëllazë diçka. Kjo i bë që urrejtja e vdekjes është domethënë si rezultat i investimit të madh në dashni për dynjan. Edhe në moment që ti lidhesh shumë me dynjan, as do me kujtu dekën, ti mos mat me ndershmëri. Ti mos mat me dynjan dhe me dirham. E kur të mashvesh me dynjan me dirham, shumë herë pa ndershmëria ka më kon ma fitim prurse. Shumë herë pa ndershmëria ka më kon ma fitim prurse. Ama te Allah nuk ka fitim. Ditën e gjykimit nuk ka fitim. Ama për me mujt mos me dalë te çka fitimi i haramit, ti dush me venu domethënë ditën e gjykimit të dalin para Allahu subhanahu wa taala. Kështu që kush është i lidhur me dynja, gjasat maksimum i ka domethënë që s'mundet me dalë pikë kësaj dynjaje pa u kurit. Kush është shumë i lidh, domethënë vjen momenti që kuritet. Shënon Ibn Majah, el-Hafidh el-Iraqi thotë që isnadi është i mirë inshallah për Abdullah Omerit, thotë ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashara. Thotë erdha me te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë 10. Thot faqama rajulun min al-ansari faqala ya nabiy Allah. Dul dikush pe ansara pi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O i dur Allah. Man akyasu an-nas wa ahzamu an-nas. Thot o i dur Allah, kush është njeri më i kthelt edhe njeri më i vendost? Kush është njeri më i mëshëm edhe njeri më burr, më i vendost? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aktharuhum dhikran lil-maut. Më i kthelti, më i vendosmi është njeri që kujton më shumë të vdekjen. Thot wa ashadduhum isti'dadan lil-maut qabla nuzul al-maut. Edhe ai i cili bëhet shumë gati për para se më ardheka. Bëhet gati për dekën para se më ardheka. Ulaika humul akyas dhahabu bi sharafi ad-dunya wa karamati al-akhirah. Thot çta njerëz të mëshëm. Edhe në dynjë kanë dalë faqe bardh, ndershëm, edhe në ahiret e kanë fituar nderimin e Allahut subhanahu wa taala. E dyta çka bën ndershëm, do vëllezër, është edukata e shtëpisë. Është edukata familjare. Saktësisht. E dini rastin, e kom përmend edhe në ligjërata të tjera, po momenti më i mirë është pikërisht kjo ligjëratë. Omer radiallahu anhu e jep një urdhër që ka mu ashpërsue kontrolla e shtetit dhe njerëzve që përzin qumshti me ujë. Del Omeri me në punësit e vet me kontrollu situatën në qytet. Dhe në një natë prej netëve e nin me një shtëpi, një nan me një çik, tu bë muhabet për çiket far muhabeti. Edhe i thot nana çikës, merre dhe përzije qumshti me ujë, që nesër kur të shesmi me shit pak më shumë. A kjo punë e pandershme është. Edhe çika i thot, a se keni Omerin radiallahu anhu që ka me ashpërsu këtë far punë. Thot po Omeri nuk na sheh. A Omeri afër derës e ka niket muhabet. Thot Omeri nuk na sheh. Thot unë nuk i bind na Omerit kur na sheh, e më rebelu kur nuk na sheh. Sun këtë punë ku me Allah, që s'ban me përzi. S'ban so punë e pandershme. Edhe Omeri thot atij shoqësit vet, thot bani një shenjë sa i shtëpia, e nesër kur del drita vi me këshimi shtëpia kujt është. Edhe kur vin nesrit e morin vesh që është shtëpi pa burr. Domethënë burri ka ndrujet, çika autorrit jetime, nana prej kushteve të vështira e ka menuar edhe përzierjen e qumshtit me ujë si opsion për me mojt familje. Edhe shkon te shtëpia e vet Omeri, edhe i thot, cili është në rend për më martu, thonë është Asim, njëri prej djemve të Omerit. Thot ta kom gjet nusën. Edhe shkon e merr edhe çiket çik e merr për djalin e vet. Çiket çik e merr për djalin e vet. Prej qëti qifti, pastaj lind nana e Omer ibn Abdulazizit. Prej qëti qifti, të halalit, ndershmërisë, edukatës shtëpisë, lind Omer ibn Abdulazizi. Saktësisht, baba i Omerit, Abdulaziz ibn al-Marwan, domethënë vllavi Abdul Malik ibn Marwanit, kur ka dashtën, domethënë mu martu, e që e keni parasysh, khalifët kanë pas, domethënë, derën qelë dhe ata që kanë qenë kandidat për khalifat kanë pas derën qelë, në cilën do shtëpi me morçik, se secili ka pas qef, domethënë, më kon mik edhe më konën në lidhje miqësie me ta. Ka ardhur dhe i ka thonë njënit prej në punësve të vet. Keni momentin. I ka thonë, mbledhmi 400 dinar. Zgjellmi pi pasunisë më të pastër që e kam. Sa ta kanë pas pasuni edhe pi tregtisë, po kanë pas edhe prej dhuratave mbretërore. E i ka thonë në punësit vet Abdulazizi, baba i Omerit. Ka thonë, mbledhmi 400 dinar,
më të pastërta që i dimi që i kena, që i kena fitu më sigurti me halal, thotë se du me shku me lyp qik me një shtëpi të devotshme. Me shku me lyp me një shtëpi të takvallokit. Edhe shkon edhe lyp domethënën nonën e Omerit, edhe domethënën që kjo është mbesa e Omer ibn Khattabit, edhe kjo është stërnipi i Omer ibn Khattabit, edhe çësaj gruaje domethënë të devotshme. Saktësisht, që kjo nona, e kush është baba? Baba është Abdulaziz ibn Marwan ibn al-Hakam, që realisht e ka pas mundësi më bë khalife. Madje pjesë më të mira që e kanë dreq khilafetin e Banu Umeyyes kanë qenë këshillat e Abdulazizit për vllajën e vet Abdul Melikin kur e kanë sunduar domethënë umetin. Domethënë, një familje devotshme ka dashkëshire kanona, dashkëshire domethënë ka baba. Përmendet dhe transmetohet që sefte për me pa njerëzit që ka me dalë diçka e madhe pi Omer ibn Abdulazizit, thotë që kur baba vet është bë vali i Egjiptit, Omeri i ka thonë tu kana lashmi vogël. I ka thonë sa koni vogël, thotë transmetimi thotë ju shak ku fi bulughi. Thotë ala nuk e shin sigurt a ka him biolog apo jo. Ç'është domethënë nuk kanë një vogël. I ka thonë babas vet, ja abati aw ghayra dhalik, mos u merr me vetin në Egjipt. Se tash kena me shkuar domethënë pallat mbretëror, kena me nejt aty me dynjë. Thotë la'allahu an yakuna anfa li wa lak turahiluni ila al-Madina. Thotë ndoshta më mirë për mua për ty është çon Medinë, mos u çon në Egjipt. Mos u çon ku ti je mbreti. Po çon ku ti si mbreti. Thot fa aq'udu ila fuqaha'i ahliha wa ata'addabu bi adabihim. Thot që shkojt nej me fuqahat, me ulemat, edhe ta marrë edepin atë tërbijen e tyre. Çon Medinë ta marrë tërbijen edhe edukatën e ulemave të Medinës. Thot dikush prej selefit, thot kur e ka dërguar Abdulaziz ibn Marwani në Medinë që me marrë tërbijen e ulemave, thot i ka shkruar rregullisht letra njëri që ka pasur emrin Salih ibn Kaysan. I ka thonë tregom çish është Omeri, apo mëson ku po shkon, çish po vjen e kështu me radhë. Thot një ditë ja ka kthy një letër, thot është vanu namaz. Një ditë Omeri është vanu namaz. Edhe i ka thonë ma habasak. I ka thënë letër, ka thonë çka e ka bën mu vanu për namaz. Thot njëna prej shërbëtorëve ka qenë duke e kre. Edhe u vanu domon t'ia përgatitën domethënë flokt. Fa ba'atha Abdulaziz rasulan ilay, fama kallamahu hatta halaqa sha'ra. Po t'ja ka dërguar një njeri special me shku me bon nasihat, çysh e ki për punën, domethënë që namazi jot mu konën pikpyetje për shkak të qefit të flokëve, thot nuk kam të fol derisa të më vijë lajmi që domethënë i ke flokët. Derisa të më vijë lajmi, domethënë që i ke flokët. Sigurisht përmendet në një prej transmetimeve thot ka çka dera xhamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka hini herë thot Omer ibn Abdulaziz. Edhe njerëzit, shtresat e gjana shpesh kanë një farë prirje mi urrejt pushtetar pa e matë, a e meritojnë a se meritojnë. Edhe kur e kam pa që është djali i familjes mbretërore, migjen khalife, babën potencialisht për më konë khalife, ky ka mujt më konë khalife dhe është ba, i kanë thonën, ky njeri poshtë po në e bet djalin, dhe më thonën në mesin ton, po pretendon që kam jamësue shariatin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama annahu yakunu khalifatan ba'dahu wa yasiru bi sirati Umar ibn Khattab. Thotë kena një që ba vet po thot ky ka më bë khalife xhaljam, edhe ka më sundu në shembullin e Omerit radhiyallahu anhu. Ka më sundu shembullin e Omerit radhiyallahu anhu. Thotë ai shokon mezhlis, thotë fa wallahi ma mata hatta ra'ayna dhalika fi. Thotë pashallah, thotë s'ka ndodh thotë vdekja e Omerit vetë se njëre kena pa që për një me Omeri u konë në shembullin e Omerit. Për një me Omer ibn Abdulaziz u konë shembullin e Omerit radhiyallahu anhu. Domthon edukata familjare që e mëson që ti je i Zoti kur bash si Omeri. Jo kur të fitosh çish do koft. Jo kur deli pari çish do koft. Jo kur domethënë thirremi në rezultat. Na nuk thirrmë në rezultat. Na thirrmë në shembullin e rezultatit. Na nuk e domi çdo lloj rezultat. E domi rezultatin i cilin nuk na merr fytyrën as dynjas as ahiret. Domthon çika edukata familjare është soi i babës, po edhe babë babgjësh, se nuk ka kjo punë vesh djali kujtje, po edhe nipi edhe stërnipi. Sikurse edhe soi i nanës babë babgjësh, edhe soi i rrethit, edhe i fisit të i familjes së i venit, mbi gjitha është fryma e familjes. Fryma e familjes. Nëse një frymë e një familje është orientuar me marr, me lenë Allah subhanahu wa taala, domthon ky njeri i ndershëm. Nëse një frymë e një familjes është orientuar me mbrapsht, gjasat për me deviju, gjasat më koni pandershëm një domethënë shumë të noja, është prafërsisht ndër vëllezër për me thjeshtësu, është sikurse ato pemë që janë shumë të mira, ndoshta pemë shumë të mëdha, po që rritën afër një kënetës së keqe me erra të këqija, që ndoshta frutat bën shumë të mëdha, po nuk i han.
Ndërkaq domethënë mundet një pemë, më kanë në trupin me pas vogël, por realisht është urrit afër një lumi të pastër, rrojt i ushqimi një ujë të pastër, edhe domethënë shihen e kanë ato kohë gjatë mirë. Ekziston diçka që quhet, nuk muj me trajtu sot për arsye të kohës, diçka që quhet trashëgimia e sjelljeve. Trashëgimia e sjelljeve, çish ka trashëgimi të gjeneve, ka edhe trashëgimi të sjelljeve, të cilat domethënë shkojnë me kohë dhe mbjellen me një familje. Përsëritën shumë në rreth, edhe pastaj domethënë natyrshëm familja dhe brezat që vinë shkojnë domethënë në ato vlera ose në ato domethënë antivlera. Për shembull, mundën prindët e tu mos më kanë tullzum. As nuk falen, as nuk agjerojnë. Ndoshta as gjyshit e tu nuk janë kanë tullzum, as nuk janë falë, as nuk kanë agjeruar. Mirë, po gjithmonë e kanë pasën pa lëkundshme që duhet me fitu me halal, duhet me fitu me njerëz, edhe duhet mos më hin hak njerëzve. Apo? Me gjas, ti kur të bësh fetar ti je shumë i ndershëm. Se ki trashëguar që ket pi tyne. Ndërkaq mundet edhe më konën, domethënë edhe e kundërta. Po çka më bëm jashtu këtë për kujtimin e vdekjes? Domethënë ti bësh edhe një herë më stabil. Ose për shembull, nëse në një familje apo në ty ekziston një gjendje ku nuk e ndjen temën e turpit. Është qartë? Domethënë rritësh ose familjarët ose ti tema e turpit, çysh vishesh, çysh del, çysh fol, çysh vepron me kërrë, çka punon, nuk ka temë rëndësishme. Apo? Domethënë ti shumë do të më bëj reforma në vetveten tonë për mos më shumë me i trashëguar domethënë që tu domethënë përcaktime të kota. Ndërkaq dikush i cili rritet me një vend ku ka kulturë për turpin, për marrën, me lenë Allah subhanahu wa taala domethënë është shumë domethënë shumë më i ndershëm. Ndaj çtu kisha pas dashim të analizoj një fakt. Dhe këtë ja dedikoj sidomos vllaznive që janë shumë të ri. Domethënë respektimi i prindve nuk nënkupton me ia dorëzu prindve të juv, fëmijët e juv, me orientu ata me një frymë tjetër jashtë frymës juv. Domethënë respektimi i prindve është në soazat që e ka lyp shariati, po jo domethënë ti fëmijët e tu mi bë kurban. Nëse rrethi jot, prindët e tu ose gjyshët e tu kanë vlera identiku, ndërkaq ti ke synime më të mëdha, domethënë ti duhesh me luftu për çfarë synime të mëdha dhe mos më dorëzu. Për arsye se nëse na dorëzohemi te çdo brez me ju dorëzu të brezit më parshëm në vobektësinë e vlerave, në fukarallëkin e vlerave, na smujë po kundryshëm. Nëse na fjala bie pi familjeve tona trashëgojmë 30% vlerave, pastaj na investojmë 30%, brezit mas neve i merret një 30%, mas një brezi tjetër vën mu kompletuar personaliteti edhe karakteri i muslimanit. Amo kjo nuk bëhet nëse na dorëzohemi. Kjo nuk bëhet nëse na i hikmi përgjegjësisë tonë për edukimin e brezit në ardhje, duke u thirrë se po i respektojmë prind ose domethënë familjet ose të afërmit të kështu me radhë. Domthonë fëmia jot është amanet jot. Fëmia jot është amanet jot. Domethënë prind ndrojnë jetë, aty kimë dhënë përgjegjësi para Allahut çfarë edukate dhe çfarë vlera kanë ata ose çfarë përbëjnë ata domethënë në mozaikun domethënë e muslimanëve. Kështu që biografia e Omerit radhiyallahu anhu, Omer ibn Abdul Aziz rahimahullah, na vërteton që këtë përbërje, që këtë dyshe, edukata familjare, edhe domethënë vdekja. Kudo vllazni që mungon që kjo, gjasat më kanë njëri pandershëm janë të mëdha. Për shembull, nëse të çështja e pasunisë edhe e fitimeve e ban të lehtë e ban çështjen e haramit. Me gjasë domthon përlyesh. Nëse se ban mend që kimë dek, përlyesh. Nëse nuk e ban mend që mos ta kurris familjen edhe edukatën familjare, prap domthon mundesh me kurri. Ose në lidhjen haram me gjinin e kundërt. Çish mundesh ti? A mundesh me në kontroll fëmijët tu nesër tan jetën a kanë me pas lidhje haram apo jo? Ti veç dush më miell pi vogël që djali jam, çika jeme dihet se ka dek. Edhe dihet që çika nuk ka e heshme për familjen tonë. Nuk është për preordin tonë, nuk është e mirë për edukatën tonë. Jam miell ti edukatën familjare, edhe jam miell dekën me lenë Allah subhanahu wa taala e kima stabil. Si jam miell, domthonë sfida e parë, studia e parë mundet me urzu. Ose udhëheqja edhe ndikimi edhe posti. Kush e nal një njeri kur ka post, domthonë për mos me bë haram, mos më korruptu. E nal frika pi vdekjes. E nal domthonë për kujtimin e vdekjes edhe domethënë fakti që ka ringjallje dalë para Allah subhanahu wa taala, po edhe edukata familjare, po edhe e njëjtë është edhe te hoxhalloku i korruptum edhe i pandershëm, domethënë se ja leton vetvetes haramin, lehtësisht domethënë përfundon aty, edhe kjo zakonisht ndodh ose se ka kujtu dekën, ose domethënë nuk ka edukat familjare. Kështu që nëse do me jetë gjatësi të ndershmërisë në vetveten tonë ose në pasardhësit e tonë, duhet me investu shumë të çdo dyja, domethënë edukata e shtëpisë edhe domethënë për kujtimin e vdekjes.